Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi kudo që jeni dhe po na ndiqni. Ndodhemi sot në fshatin Graboci për komuna e Obiliqit. Hajde po e pasqyrojmë dal nga dal sot fshatin Graboc. Po besojmë keni ndëgju se në cilin fshat po e ri përsëris Graboci e për komuna e Obiliqit. Për shkak se kamion rodh kalonin edhe na kanë bo pak zhurëm. Fshati duket me një sipërfaqe bukur të madhe, pozita gjeografike e rrafsht. Ky është fillimi i fshatit, shtëpi të cilat tashmë i keni në fokus, por nuk e kemi as edhe një informacion lidhur me këtë fshat. Po mundohemi me taku banor, me gjetë banor brenda këtij fshati, edhe me na tregu për fshatin në cilin jetojnë. Në fakt se di sa familje mundet me qenë në këtë fshat, po du me undal me komentu pjesën e trotuarit që tashme veç e pas kam mbulu bari, pra nuk po m'pëlqen mirëmbajtja. Në anën tjetër kemi fushat cilat janë të mbjellura, pra kur të mbjellen quhen ara. Ara të mbjellura me misër, po. Grur, po e pasim edhe një pjesë bukur të madhe të grurit. Shefeni një pjesë tjetër e shtëpive atje në mal, pra për ndryshe është edhe fshat i përver nga kodrat dhe malet. Jeni të e po, nuk mundem as me kalu në çfarë gjendje është trotuari, do të si që shtë dyqyshe. Pse keni lomër në këtë gjendje kështu, po mdel në i gjorpen. Nuk po m'pëlqen, pra me pas trotuarin, edhe mos me u kujdesi me mirëmbajt për një mesh të keqe. Është gjest i shëmtum, nuk po m'pëlqen. Që kejt më shkum pantollat poshtë, halon kredi për taj. Ka po të rokosëm, këta i pas kanë dyrë të hopun, me siguri janë mikprica. One kështë thamë gjithmonë kur i shot dyrë të hopun, ajo familje është mikprice. Nuk është që e ka problem sot, të dhe ty, hajde po throsëm, oj zoti shpis! Edhe një herë edhe ekem, oj zoti shpis! Vazhdojmë, o flat. Jemi të i pa dhe disa shtëpi të tjera, por që fshati është interesant, vende, po m'pëlqen shumë, vende, ose pjesë, jo dhe aq, qëto që kanë fillu me këta gurzi, që kanë posë, ndoshta veç ju ka tepu edhe kanë lënë kështë. Për ndryshe kjo pjesë është e bukur nga këto ku jemi. Në anën tjetër i kemi edhe shinat e trenit që na qojnë Kilin, Bej, Trenas, Prishtin. Mos po ja qëlloj me oror me trenin edhe po i hypëm trenit. O në tren për Prizren.
Kanë fillu pikat e shiut në fakt edhe po vetën. Ndoshta ju inshallah nuk po na i ndol xhirimet se na u prishet qifi. Po kem dëshirë me po fshatin, ani pse nuk po takojmë banor, am duhet me komentu pjesën e infrastrukturës. Jeni të e po në çfarë gjendje përveç kësaj, makina shkoj me një shpejtësi marramendse në këtë rrugë, nuk e di ç'është. Ondi po thotë se është si lloj magjistrale, në fakt nuk e di ç'është, nuk ju dhimen pak makinat, shefen çfarë grupe për shembull. Po, në Drenas, që të shkujna në Drenas, tjetër herë. Kjo rrugë po na qeka në Drenas, po nuk i kemë rënë sot për Drenas. Do mbetemi në këtë fshat. Përshëndetje! A dëni mysafir? Faleminderit shumë. Jemi me Kamir, këm dalë me ju pytë për fshatin. Nëse keni kohë me na u përgjigj. Faleminderit shumë. Respekt. Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Ajni mirë? Si jeni? Mirë. Familja? Qish po kaloni? Tyve mirë. Fshati si është? Qafë koftë. Si janë banorët këtë fshat, për çka njihni? Si është gjendja e fshatit? Ka diçka që i mungon fshatit? Ka ndonjë parregullsi? Në atë aspektin po thamë se fshatit i mungon më shumë kanalizimin dellën lumen Drenicë. Ka mirë të kesh prej komunës, po kur nuk ka shfaq një gatishmëri me pas një proces t'il. Edhe uje kem prej pusit, kryesisht prej pusit. I mungon në autobusi, kryesisht udhtojnë deri në Graboc tëll, diçka tjetër jo. Pas ka vallë që i mungon? Këto janë. Po kryesisht janë shprenguar një numër i madh banorëve, kanë ndërë pak a shumë. Me gjithë këto mungesa brenda fshatit, kështu vizita nga ana e komunës keni ndonjëherë? Me orë me po fshatin, gjendjen e fshatit? Rrallë edhe kur vinë nuk jem të informu, nuk dim çdo diçka. Veç vinë edhe shkojnë? Vinë shkojnë të njerëz caktuar, kohë caktuar, momente caktuar, në kohë të fshatave diçka kryesisht jo. Për afërsisht sa familje kanë betë brenda fshatit rezidente? Veç kanë më mërmenja dikun për mi gjysa jenë largu. Për mi gjysa largu që në mahallë për nalt atje, kanë qenë 16 shtëpi, asë një s'ekziston. Prej 16 shtëpive, zero? Zero, hec, asë një. Anë ne ashtu, pjesa nalt atje që jetojnë Albera më vetë, edhe atje, po thëmë 70% bavakis nuk janë. Nuk e di, shkolla, po thëmë, kanë metë shumë pak në zëndës, mësojësit e ciklit tëllë me 2-3 nëzonca, me 1 nëzënd me 2 nëzonca. Mungesa e, po thëmë, e punësimit ma shumë në atë aspektin, po thëmë, sepse po bëhet pa drejtësin punësim shumë i madhë. Të shqyrën që po bëhet, rinia veç menën për me shku, u largu prej këtijet, edhe a ka drejt. Nështë pe kesh për dori, ka merën, por mirja bojnë që shkojnë, nuk rrinë, sepse pe krynë fakultetin, magjistraturën, që në dy ka me magjistratura, do t'janë shpe. Nuk punojnë? Nuk punojnë. Do në me tha, janë me natën mesatare, njën e ka për 1/8 ka kry fakultetin, dhe prap janë, privat janë, shtetërore, duhet dikush prej liderve me vendos, ose me ka pjesë e tyne diçka në gjashë. Familjet që e kanë braktisë fshatin, fshati po duket kështë i bukur, me pozitë mirë. Po, a nuk kanë mujtë me gjithë veten, për shembull me punimin e tokave? Jo, se bujqësia është në gjendje të mjerueshëm, po thëmë bilën kohët e fundit. Unë i kam 2 hektarë që ofër me shtëpi, po është viti i fundit që e kam punu dhe s'do ta punoj më. A kjo është pjesa juve, a? Se e komentova. Po është llogarit me 17 cent nuk je kërkonesh. Ma mirë është mos me punu fare, sepse veç ku mbaja mu 500 kg mill nuk më shkojnë. 500 kg më ne i blejme 150 euro sot, mos edhe ma lirë dhe shpenzimet janë enorm
mos me ka që ato grande pak a shumë me zbut, por nuk ja vlen as me to, me sasira të vogla. E tani mundi ku po jete? Mund të mos klasim edhe shpenzimet, se për mund se këna këqyrë kur për shpenzimet, se ne hektarë sot dikon afer 1.000 euro kushtet me punu, dherë në përfundim, me punu mirë, edhe sa dërë me marrë me ta, 800-900 më refsh ato, por edhe qka, kur që hesh, punove këtë, marrën me qmime prej servis me 28 cent, shteti këtë dërë, po shteti ma shumë të interesën pjesa doganore, atje për tyra doganore, sa. Dhe po thëmë, është e pamundshme se diçka punohet në sektorin e bujqësisë, përveç me sasirat më dha me blegtëri ose me në shtallë, për ndryshe, unë nuk e shoh. Punimin e tokave veç edhe këtë vit, Unë për vete ma. Po e lejshit, me çka dëni me u marrë? A e ke mendu? Unë punoj në këto në kep, dhe e kom një rrugë. E pas ke dytësore punë? Po, e dytësore, po, faktikisht, tash për momentin, po. Po, me pas në i perspektive kësha, po nuk. Po, me që mundesh, por në fund të ditës, s'ka llogari, kur gjëheq. S'ka llogari, kur gjëheq, vallaj. Jo veç të, po gati çdo kohë i kam net. Se di. Po vinë produktet prej shtetet sinje që kanë bujqësinë më të zhvilluar, ki Maqedoninë, ki Serbinë, ki edhe tash nuk e di. Tash ti lëm ato patriotizmat e rëm, po çdo qytetar për këtyrat interesin e vet ku ka më mirë dhe më levërdi. Si sot rinin të sonë angazhon bujqësi, përveç që nuk e di, nëse nuk ka ku më jamoj dikon tjetër, nështë ta diçka tjetër, ama kështu me dëshirë nuk e shoh të një numër e madhe e ri, të rive që ka dhe të ri që punojnë, po në Graboc nuk shoh, nuk e shoh as një të ri që punojnë diçka. Përgjithësi rinia nuk është shetën pjesën e bujqësisë, nuk po i përfshit gjithë, por ndoshta edhe lavërdia nuk po është, edhe tani s'ka. Po, lavërdia. Në 2001-ën, që to i kem do të xhamia, kanë qenë për një maj e na bon 21 ekipe të futbollit, në 2001-ën. A sot pesheti se së në takon asë. Me thao ta që e fshati, ku e në rinia, ku nuk ekziston asë një ekip, po se që është kërkon të kanë dalë në qytet, ka dalë, se cilë e të ato kanë të hjekë, të dalë. A njihni me krit banor të këti fshati? Po. A martoni me zveti? Jo, jem këtë një gjako, jem familje. Po jem këtë familje, Graboci në altë këtë familje. Këtë jem mjekesh, një gjako, dhe me ta, jem familje, jo. Me tradita se qëndrani, sa po i ruani si fshat? Ndashta, po mundu me po për fat keqë. Këtë paska, mikpritje në familjen tonë? Po mundu, po thonë, po faktikisht, nuk e di, jenë lado tradita për shumë. Kanë qenë gjdo dyte, dete, ose mësa me gjdo dete. Takimi me djemta gjallarve, me se gjallarve, kanë shku para lutë. Por tash edhe jeta dinamike. Ta jeta dinamike, se cilë me halë problemet veta dhe kështu. Për shak që ka ku që një djallë të mizës nuk në takon, aja tjenë, na tjenë, ja kështu, se di. Më i takoj edhe fmine me, se le ma djemte agje që jenë vetë shumë lartë. Janë zbej pak? Janë zbej pak, jo po shumë. Janë zbej pak, për shumë. Nuk e di edhe, po thamë, ditës edhe këto nuk do të qëndronë edhe pëse është veni mirë. Kemë 25 minuta në autostradës me më rinë qytet. Për qytet, aeroporti veç 10 minuta, i kemë ka du shush Kosovë, Drenas, Obilis. Po është ven, nuk është ven i keq për me tu, po peshe kushtet. Rendin e keni perfekt. Shkollimit, tanat, nuk e di. Ishte shumë kënaqësi, faleminderit për kohën, faleminderit. Shumë kënaqësi, po kemi me xhiru fshatin të shumë fshatin. Inshallah dalin fshatet e mia. Inshallah, faleminderit. Ju përshëndes, faleminderit. Miropofshim. Faleminderit, sa lezat që me kam vendosur. Ma mor mendja, ti rujt Zoti. Miropofshim, faleminderit. Po largohemi, ani pse naftoj mrena. Ne po nxitojmë edhe ashtu, si që të regova, kanë fillu reshje shiu, piklat e enta, edhe po nxitojmë ta përfundojmë sot këtë fshat. Shkojmë pak pomje nga i tërë fshati.
këtë pjesën ku ndodhemi, pra në anën tjetër, me zi që e gjeta trotuarin. Ajni të e po, që një pik, hajde fokus Andi, një pik trotuari, që vetëm këtu e dallova. Mazi po i thej kont me këto far papu, që shem të ingri zhak, vërg. E pra, ajo pjesa cilin po e sheni është që më tregoj banori për 16 familje që jenë konë dhe tashme nuk është asnjë. E kam praktis tër atë pjesë të fshatit. Llogaret 16 familje. Asa dhe një familje tashmës me konë. Duhet me pas shumë kujdes me shtemi për shkak se makinat janë me një shpejtësi marramendse. Edhe do të kujdes ma i shtum edhe një pjesë tjetër e asfaltit që është në gjendje të tmerrshme. Një pamje e shëmtuar, kjo që nuk po më pëlqen, ma mirë po i dalë trenit që të. Apo përshëndetemi. Ty treni. Objekti xhamis, një objekt shumë i bukur, është i ndërtuar pra. Objekti po më pëlqen shumë. Edhe pjesa malore po më pëlqen, e anën tjetër e kemi pjesën e varrezave që nuk i dojmë në fokus. Drisa Andi i merr pamjet, unë veç po përgatitem me vazhdu drejt, po e pres Andin. Po më pëlqen që i kanë shportat e mbeturinave, pra ndyrëve të oborrit. Për ndryshe fshati është shumë i pastër, ndoshta edhe pse janë kështu tipik malor edhe kush me bobrën mbeturina. Ai këtë fshati ka boshatis, ku mi gjet ata njerëz me bobrën mbeturina. Stel kush kështu rrugës si unë me ecë hajzët, këtë në përkirë i ki. Ja, hajde po kalujmë këtë pjesën kënej. Qa na kam bet, anej nuk kem për çka me shku se nuk ka shtëpi. Veç po e kam me të vërtet te për vështirë kam e gjërun këtë fshat. Në cilin trotuar me dal nuk e di. Bori anej, bori kënej. Pa. Tash edhe që sa shpejt shkon ki. Qa është haver? Ethet mi ka shti, kishë mu kap në i sen. Po dalë që të në asfalt, vëllaj, s'kom qa me bo. Du mi thuj kom këtë mbari. Tash edhe disa gjëra që i kem, nuk po i rujmë në anën tjetër. Se mos më kujdes për banor të pak, qëta bari me kosit. Komuna? Për pastrimin, po, tash, kur e shet që komuna s'po vjen, unë e brejsha dal me një kos, qëtë? S'ka banor. E kemi edhe një pjesë tjetër ku po shoh ma shumë shtëpi. Kur të afrohemi atje, prapë vazhdojmë. U rikthyem në pjesën tjetër të fshatit, një pjesë e bukur kjo, jemi afër shtëpive të tjera, jam të e pa fushën e sportit. Në anën tjetër kemi vetëm fusha ara dhe objektin e shkollës nga larg. Sa po arrime po, por që nuk po duket se është në gjendje të mirë. Ne gjithsesi kemi me u afru, me i marrë pamjet, me pa përse afërmi. Tash që kanë mbetet me komentu, po mbëlqen pjesa kodrinore malore ku edhe afër maleve janë shtëpi të ndërtuara. Hajde po shkojmë ma afër, mos po e takojmë dikë, me që kemi mbet kështu, hajtë mos po e takojmë, hajtë rrugve, nuk është që po shumë asë dhe një banur deri me tash, asë në kamere, asë prapa kamerës, vetëm një banur krejt në fillim që kemi bisedu dhe nga ka të regu për fshatin. Një fshat si Graboci i Epërm është për çudi me u braktis ka që me të madhe, për arsye se është në një pjesë shumë të bukur, në anën tjetër, në edhe shumë afër qytetit, o Biliq, Prishtinë për 5 minuta, mrina. Kështu që është për çudi se si disa fshatra që janë
shumë ofër qyteteve edhe me u braktisë. Në këtë pjesën këtë, veturina jemi të pa tash, procesi mësimor, veç ka përfundu, janë pushimet verore, edhe i kanë gjujtë në zonës ata. Jamër, ata nuk gjujnë veturina. Cjellë shumë të mirë. Kohën e kemi 39.8. Është tepër nxehtë. Me të vërtet e kemi bukur vështirë me i realizu xhirimet në këto temperatura. Por doja dolëm disi. Gjendja është shumë qetë, sa bukur nga kjo pjesa këtë. Me pas shtëpin këtë mbrëmje, çfarë qetësie, absolute. Perfekt. Por këto shtëpi, a duket me qenë të banuara jo? Kjo në mes jo, po më duket. As një heshbesa, as kjo tjetra. Kjo në bazë perdëv, s'po di. Bëllën këtë pjesën, ta shonde e konë fokus, një park, i vogël, i mirë, shonë super, por se di i kujt mundet me konë toka, to shta a i aronë s'dan me lëshu, nështë është e shtetit. Në anën tjetër, në këtë fshat, pëse është braktis, i ndëgjut pra edhe përgjigjet e banurit që na i dha krejt në fillim të emisionit. Përveç kësaj, fshati është i pasur edhe me resurse natyrore, si që është lumi Drenica, por nga ajo që ka morëm ne i përgjigje prej banurit është se tashme aty e ka kaplu kanalizimi, pra nuk është i mirë mbajtëm, gjithmonë resurset natyrore duhet me i rujt. Këto jenë që na i ka falin në natyrë, me i rujt edhe pse banorët me pas problem ujnë e pishëm, pra banorët detyrohen me puseta, bunore. Ja, pra edhe një tjetër pjesë, a është e braktisme? Komplet. Shefeni. Qka mu kanë tek që është dhe fshatra krejt braktisme? Oj, zoti shpis! Përshëndetje! A do një mësafir? Faleminderit shumë. Jemi me kamerë ku mi ju pyet për fshatin diçka. Vetëm për fshatin. E pas ke gjetë një hije, një rehatimi, faleminderit si jemi. Është fshati ndër të parë që mi flasin kamermonit dorë për dorë. Po, pse mërë ta më puna? Po që shjeni bre? Mirë, fandet, në ti marrë do karikam. Mirë. Hajtë si na ullim edhe në borë, nuk e kem problem. Që dy tamam janë kë nuk kullet, veçën edhe ju. Se? Ja, kë nuk ka drejt mullë, është në detyrë. E unë e kam punën që të mullë. Që të më ofër shkoku i mikrofonit. Mirë, faleminderit, krejtë, numër, jenë, katër, zoti. Me u lodh jo, po të nëzetit. Mirë, po ka përcejmë qëtë. Jo? Zoti shë, mirë, fandet. Familja? Mirë, vetë më shëndet. Po kalje, mirë, fandet. Qa po bënja, qa po vynja? Valla, si punë të verës. Dikur punë, dikur neje qështë. Apo ka punë heq edhe pse u borën e pas për Ka pak, diska. lëlis për qipi. Diska, po, mirë, fandet. Shumë mirë. Çfarë jete po bëhet në këtë fshat, Graboci jepër? Valla, me të drejten, për pora ka qenë ma ndryshe, tash është ma ndryshe, ka ndryshu me të mava. Qa ka ndryshu mas shumë ti? Po i ka ndryshu do të thotë shpërngulje madhe nga këtë fshat, edhe pse nuk është dashtë me ndodhë kështu, po ja që e ka ndodhë. Po të se 60% e ma tepër të popullatës nuk janë për momentin, do kanë ikë në Gërbet, do kanë shku në Pushkoso, do në Prishtinë, kështu në për qytetë të mëdha, kështu që kanë gjetë veten do si do. Tani e kemi edhe shkollën do të prag të mbylljes, do të shumë pak në nxënësa. Dikur kjo shkollë ka numëruar mbi 200 nxënës, tash ka ardhur 5-6 nxënës. Kështu që jeta kështu kësaj e rënd.
Është për që di një fshat si është Graboci, të e marrë parasysh se është shumë ofër. Obiliqit e Prishtinës, se tash secila familje ka një makinë. Po, Është për që di pse është braktis ka të shumë edhe e keni një pjesë shumë të bukur. që ju thëmë të drejten, po fakt, po pajtoj me mendimin e juj, çdo kur nëse ka pas ërdart me pas shpërngulli, këtu nuk është dart. Sepse tani është lëshu edhe linia hekurore e i Fushë Kosovë, pastaj është rruga Drenas, Fushë Kosovë, është lumi, është mali, është fushat, të gjitha janë, është ajri, po e ka marrë një farë trendi ashtu popullat edhe kështu që me të vërtetë është për gjykim. Ju e keni lumin Drenica. Lumin Drenica. A na komenton pak si është gjendja e tij edhe pse më tregun pak a shumë që Përbes po flas qysh e maj men më herët, edhe qysh është tash, është për me vajtu. Aq është i ndotë sa që nuk ta merr mendja. Ne kemi pi ujin një kohë në lumin Drenica pa kur farë të lashe. Sot është plot në betorina, plot i ndotur, do të thotë me shkure, do të thotë faktikisht nuk gjason në lumin që ka qenë më përpara. Mbetorinat kush po i hidh? Mbetorinat disa të papërgjeshëm. A i hedhin tamam mbetorinat që ju bëhet kështu në shtëpi tani e quajnë me sasi apo kështu në kalim? Po jo, si ku na përpara, duhet të tash është pak ma gjendja më e përmirësueshme, mirë po hedhin prapë. Edhe betorina inerte edhe kështu që faktikisht po ja humbin edhe pamjen e lumit. Është në menaxhimin e komunës, apo? Po lumi me marrë të drejtën, betorinat janë menaxhim të komunës, mirë po të regionale, po, kurse lumi në mbrojtjen e qeverisë, do të thotë është aset nacional. A vin kështu vizita në i hera, keni po? Vallaj, të thëmë të drejten, shumë pak. Edhe pse është vazhdimisht ketë inspektime, ketë kontrollime, besa edhe dënime. Edhe për kompanit të cilat e ndotin, po njëkohësisht çdo rrjedhë që vjen nga fshatra, nga qytetet, do të hudhet në lumin Drenica. Dënimet janë edhe të mira, se na kfjellin në anën tjetër. Po. Për ndryshe, me raste nuk e dim stopin. Edhe pse kemi këtë shprehi të keqe kështu të shëmtuar mos me i rujt resurset natyrore? Nuk e di. Është për të gjykuar, do të thotë kur është jashtë qytetari i Kosovës, aq është i sjellshëm, ashtu sa merr mendja. Kur futen menen në Kosovë, po edhe vendas këto që janë, edhe këta nuk janë shumë të kujdesshëm ndaj mbrojtjes së ambit. Nuk e di pse. Unë po e shoh se e keni edhe bunorin, po jeni detyruar me i hap bunorët, po setat. Po, se nuk kështu... S'keni me çka me u furnizu? Rrjet ujit nuk kemi, furnizohem nga pusat, do të thotë, kështu që... Me energji elektrike si qëndroni? Me energji elektrike nuk e di që të them. Deri dikun jemi të kënaqur, por ka ndërprerje, ka ndërprerje, ata arsyetojnë se ka rregullime të linijave, kështu që po ka ndërprerje. Rrjeti kanalizimit? Nuk kemi kanalizim, me përjashtim privat, kështu që i kemi si çdo kush. Kështu shtetit ju. Ti me na tregu për afërsisht sa familje janë brenda fshatit që kanë mbi, që jetojnë këtu. Vallaj, të thëmë drejten, kështu me marë, unë po flasë me përqindje. Po edhe me përqindje. Me përqindje, dikun mi 60 janë shpërngullur. A janë shpërngull pas luftës me njëherë, apo gradualisht kështë vite? Trendi më i madh ka qenë pas luftës. Edhe pse ky fshat po thuaj se 99% ka qenë i djegur, i shkëmusur, i vërrosur, i plagosur, duramet, kështu që faktikisht pas përfundimit lutjes do të thotë ka nisë shpërngulja. Se edhe nuk kanë pas edhe rrugdolë tjetër, sepse çdo gjë ka qenë e shkëmusur. Është dashur me gjetë vetën të gjysh.
A ka ndonjë ndryshim, dallim të fshatit dikur edhe sot, për shembull para lufte? Po, ka dallim. Ka dallim. Ka dallim mikpritje, do thotë. Ky fshat ka pas pothuajse thëmë çdo 3 shtëpi ka pas oda. Mikpritja ka qenë nivelin e duhur, do thotë janë prit mysafirët, janë përcjell mysafirët me kurse sot për shembull shumë pak, do thotë pak ose hiç më thënë. Pastaj harmonia mes veti ka qenë jashtëzakonisht e mirë, janë ndihmu mes veti njerëzit, janë përshëndet, kurse sot edhe pse s'kan kurrë kështu diçka që me potencu. Ndonjë arsye, po. Ndonjë arsye, po veç ashtu seri, spontanisht. Spontanisht. Ne kemi largu, jemi Ne kemi ftu largu, për njëri po. tjetrit. Hajtë se kjo mirë, hajtë se kjo mirë, kështu që po ajo faktikisht po ngulitet kështu edhe po bëhet trend. Unë po mendoj që edhe teknologjia ka bot veten. Hajtë të edhe- thras motrën po. Viber, Po, edhe ajo mos shkot e motra 2 muj 3. po faktikisht po se po duket sikur po e është kështu, kur atë faktikisht fizikisht, a në realitet nuk është. Amo e len njëri disin asgjë se jo që nuk i kushton zemra. Po, jo, po si neglizhencë. Hajtë se fola sot, hajtë se e fol. Mirësh. Mirësh, kështu që ama vizita duhet jetë. Duhet jetë. Patjetër. Shqiptari për ta dhe një. Ajo duhet me qenë primare. Me që jemi të mikpritja, në këtë fshat traditat sa poruhen? Në Traditat faktu ne kam gjetë mikpritje sot në këtë fshat. ka mikpritja, po, këtu zakonisht është kultivuar me vite, me dekada. Nëse mund të thuhet, atër fshati Graboci e për është një ndër fshatrat që me mikpritje është veni i parë. Këtu kanë gravitu njerëz shumë, edhe ka pasur dhe shumë, janë prit shumë njerëz, për shembull, kalimtare, udhëtar të natës së ditës, kështu që gati pothuajse çdo udhë ka qenë e mbushur me mysafir, edhe me mikpritje jashtëzakonisht. Sidomos flas edhe gjatë kohës luftës, do thotë mbi 6-7.000 vet kanë qenë strehun këtu. Edhe pse ishim të rrethuar me nga gjitha anët me forcat. Kush për veti, po prap se prap, Po, prap e keni ka bon dhe qenë, po. vend tjetër kujt. Po është hap, do të zemra, është prit, mikpritja është kështu është përcjell. Faktikisht po, mikpritja këtu ka qenë çdo herë në nivelin e duhur. Graboci është fshat i vjetër ose ndonjë histori që e ka fshati që ja vlen me cek. Po, të them drejten, po, fshati i vjetër është. Kështu dhona detale nuk mund. Ju jeni i lindëm edhe i rritëm. Po, i lindën i rritën në këtë fshat. Edhe babe babgjysh po besoj. Edhe 4 gjysh edhe 3 gjysh. E pas ka kalu 100. Jo, ma shumë se 100. Po, sa ta po besoj shumë. kanë jetu një 90 mira. Po, familja jonë dikun gjyzën e kam rritë 80 gjysh. Ja kanë diku ore, ja ushqimi, ja diçka ka. Po, Por me nësi kanë jetu. po, mirë, po kanë jetu mirë, do të thotë kushtet kanë qenë modeste. Ushqimi ka qenë bio, Djath pa mazit. zakonisht bio, çdo gjë ka qenë bio. Unë e kështu e thëm djath pa mazit, a kështu nuk e di qysh i bjen pa mazit. Vëllai, pa mazit do të i vjen që nuk ja merr mozën, do të se thotë. kam- Pak më i lehtë se Po, tjetër. ma i letë. Thua çfarë? Po, por që e mora përgjigjen tash e di çka i bjen. Në këtë fshat, me dashtë me jetu, me punu, a mundesh me ja dal? Po Me hek shprehin e emigrimit, me braktis fshatin. me dashur me punu edhe siç kanë punu dhe gjeneratët e mësme po flas. Pse jo? Janë kushtet ani pse mas me pas shpërngull, në vërtet popullata ka qenë e stërngarkume, kupton, po mbi gjitha ka mundësi, ka potencial. Po me qenë edhe dora e shtetit me funksionu si duhet. Me pas një zhvillim, me pas një subvencion, sidomos këta që mirën me perim kultura,
pse jo. Ka mundësi, uji është shumë afër. Klima është jashtëzakonisht e mirë. Edhe një detal po e them, shumë njerëz kur kanë mbjellë shumë perimin vërtet, kanë mbledh këtu e nuk i kanë marrë për shkak të rrafshat, se kanë qenë pak a shumë ndotur i industrisë. Kështu që ka mundësi, pse jo. Po që duhet në angazhim, duhet një interesim, edhe një investim. Investim sidomos nga shteti. Një dorë e zgjatme është lehtësim për banorët. Se këtu, po të drejtën, përpos rruga që është ndërtu fushkës së Odrënas, do të thotë kështu investim kapital nuk ka pas. Ka pas investime kështu thjeshta për shkak po ato që nuk kanë çup fort peshë. Që për shembull rruga kryesore nuk është në nivel. Infrastruktura, asfalti me grupa, në anën tjetër trotuar, kritbori, unë s'disha s'ka me ecë. Po mirëmbajtja dorën zemër është pak. Edhe kur në kry punimet, një pjesë, jëmë këtë pjesa e trotuarit. Një kompani do të që e ka shtruar, më mirë është duket, do të nuk ka bari. Kompania tjetër do të është e shkatruar, faktikisht nuk gjason në kurgjë. Me zi e kom gjithë trotuarin, prej barit. Shumë pajtoj me te. Ashtu është. E po më varet kontrolla. Por që edhe infrastruktura është, po. Mbikëqyrja. Si të mbikëqyrja e projekteve në nivelin dur, nuk ka qare për pa dalë projekti mirë. Por nëse nuk mbikëqyret ajo faktikisht për një kohë të shkurt, po shkatërrohet. Falenderoj për kohën, faleminderit që na pranut në burrin e Mirë shtëpisë. se ardhën jeni në çdo kohë, Ishte shumë. edhe ishte kënaqësia ime, po jeni të mirësor në çdo kohë. Bile, po kom një kënaqësi të veçantë që keni gjithkohë me ndonë neve. Me na vizitu, me shumë kënaqësi. Ne vizitojmë çdo fshat. faleminderit. Ne kalu kohë me njerëz të mirë, familje të mira që vazhdojnë me i ruaj traditat, këto më pëlqejnë. Shumë faleminderit, shumë Se faleminderit. në fund të ditës ne njihemi si popull vetëm për tradita. Po. Edhe çto me humb, mos vetë për nive. Nuk mbetet asgjë. Fiks. Atëherë po bëhem evropian edhe na. Faleminderit, ju mundum na bëni. Jo, ta më puna çfarë atje, po ju veç e keni ndreq. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Me të mira, kaloni mirë, suksese, urnoni herave tjera, jeni të mirësorë çdo herë. Faleminderit Çdo kohë. shumë. Faleminderit. Çdo të mirë, miru pofshim. A me shku këneja, kona i sa na heq? Vlo? A na pret vlo si jë? Faleminderit shumë. Po ja bën një vizitë shkurt nëse e gjej. Miru pofshim. Edhe juve. E falenderoj këtë super banurin i cili na ka dhënë shumë përgjigje të mira lidhur me fshatin. Paka shumë po e dim se kush është fshati Graboc. Hajde po vazhdojmë edhe një pjesë e Vockel na ka mbet edhe përfundimi i kësaj rruge. Po më pëlqen kjo pjesa se cili u bërë me lule, me... O, dani mësafir, bre! Faleminderit shumë! A hopet shkjo? Dera mbyll, por për neve hopet. Në çdo familje. A, ju bënëm të loshe. Po valla, bilina jem shumë të mirë. Po mundohemi. Hosh bolten. A jeni si jeni? Mirë faleminderit. Ju si jeni? Si je kamerman, a i mirë, hajde hen. Mirë si ju gjetëm? Mirë se vini. Si ju gjetëm? Si jeni? Mirë, Qysh pa kalonin në fshatin Graboc? jepër. Jepërm, po. Fshati Graboc si jepër. Jeta në fshat? Mirë, mirë. E pas ke luliso, burrin, lula, me ti mor do pipa që thojnë foren, a bën? Ani, veç i zgjidhe, cilat, Veç pas zgjedhë kam cilat. komi mbjell në balkën. Ha, zgjidhe cilën dush. Faleminderit. Po e vazhdojmë ne në këtë, ku ishit? Tash i nëmra. Ja, të shfrytëzojmë verën, tash në maksimum, flat. A, unë e pullë këtu ju ullni për bol kamerës.
O, Ka zot. një mas pare për një kafe, uj, ftëft, O, për do domostos. jo do më si më të rashtë. Unë s'tam ashtu. Uj me u fresku, uj me afoll. Qëtash. Po në pak hajgore. Ku me mujtë me gjithë një ilaç me zgjat jetën. Mirë, Qysh po jetë një ku? shumë mirë. Apo ju ngojnë ka të nërë, ta heqa. Valla jo kënaqem. Për një me? Pasha sotem, Mirë po. shumë. Zgat zot kësi moti. Veç Me mirë. njerëzit që jetojnë në fshatra janë qeltër, janë doshtëm, Ja, çdo kohë. pa sherr janë. Edhe në kom qëllu pa sherr, jem bo njëjtë. Bash mirë. Jo, qysh po kaloni, qysh po jeton? Mirë, mirë. Që, na po veshirën, Ja, lira. deri në kena lëqit. Kiamet e bënën. Faleminderit shumë. O, zemra vogël. Faleminderit shumë. Hajtë se nxetësh. Dere Jemi- na Edhe ne knoqa. Që ta fi kaj kafe. Hiq, as kafe, as Ja, kuqo, që she jeni ardhë pe i Prishtina, e mos mi qitë kafe të katunit. Nuk bën, Valla, ja. Je që ashtu e dëreni po nxetë, bre. Se kështë lakë. E Mujme nxetë, me vi kafe. nëzët pak po zhek temperaturë mo. Qa po nëni? Qa po mirë, qa po bëni? Me bëjsi, Me bujtësi. me bëjsi, mas shumë të bëjsi. Po ecin mirë punë? Po, elhamdulillah mirë është, nuk o keq, Shëqërë zot. dhe i këto është mirë. Qa keni kultivu? Edhe pse po shohëm, bukur shumë një pjesë. Po kemi speca, domate, Keni mbjellë bostan, shumë, po. pjevna, për veti, A veç për veti? veç për veti është, për veti. Kështu diçka për shitje nuk keni të mbjellë, Ja, na? ja. A jem bo hiq? Vira e bereqeq me Jo, kënduta? bash ashtu s'kan lidh halo, po lidhen tash. Po vetë se e vrim pak a shumë, a kanë me u bo ju. Po kismet, Nëse vazhdojnë koha kështu. që jemi shnash kanë mu bohe, e që dënë për e një jam i prish, i prish. E vërtet. Në fund të rrugicës jeni ju familja. Kjo shtëpia nuk është, a? Kjo është e vëllaut, A është jënë e knej? pabanume, e pabanume. E kanë braktis fshat. Ka shku në qytet. Ju e dëni qytetin? Ama Valla- shumë fshatin. Vallaj, në qytet, unë për veti së njetaj. Sa shen veten. Jo, Po, me pas shtëpi që del në ambient të hapun, po, se me shku me më hyllë në banes, e vërtet. unë blokona. Po, gjënash me lonë këtë pjesë ka që të bukur këtë pomje. Gjëna është, po, i ke shumë kushtet, për shemull ujësjelsin, transportin, që të dyja jenë ma elementare për fshat. Transporti Besa dhe infrastrukturë nuk e kishit mirë. nuk është edhe keq. Po edhe mirë ju, kish bukur shumë grupa. Ka grupa, Tash edhe me dosh me blit një makinë të mirë, qysh me blit? grupat peshat e rona pe prishin. Po, Qa vinë pe i drena. kamion, non stop kamion kështë. Kamiona ka nën stop. Po mirë është, krahasim që s'kena pas rrugë është e mirë. Sa i mirë. Pozitiv shumë, të munu me nëzirë veç sa në të mirë. Qa kime po mirë është me jetu fshat, ajri është e kemi të pastër. S'ka kur farë këqia kështu. Pyllin për skaj, të natë mirat të kena. Po, e natyrën shumë të bukur. Do më ju pyet që shosheni jetesën sot në fshat edhe dikur, a është ma letë me jetu sot në fshat, apo ka qenë dikur ma letë? Ja, që ta është ma letë. Se është transporti pak maj shpet, se ki kjerën, shkan në dyqan fornizosh, vjen e hanë fshat. Që ki nevoj. Pa i që manë lektori, s'ka nevoj me shku me ble, kur gjë, i ka me indyre me kejt E drejt. këtë që e shkon? Po, mirë është. Mirë. Se është braktis fshati kështë ka të shumë? Shkolla, shkollimi. Tash, po lypet shkollimi ma moderne. Si të shkollimi ma i mirë është, lypet gjithkon kusht ma letë. Që shemë të shkollën, për skajt e kemi, janë shumë pak në zonë, ca. Shemë me morë, me kryne i kursat, po diqka, dhe të me shkom fushka se ose në Prishtinë. Prap, po lidhet e transporti. Kejtë e transporti. S'ka transport, s'ka shkollim. Prind në për puna po obligohen me jenë fëmin. Për shemull qerdhe s'ka që me pas qerdhen, e qënë fëmiju në qerdhe, shkon punë,
gruja. Sherri i që sen që të kushte dhe të bëva kje dhe femnat më nalë ose me ikë në qytet. Ju sa antar të familjes jeni? Une për momentin që tash të jena veç 3 këtë. Une nusën edhe gru edhe djallin e vogël e kem. Ky nipi jetën në Fushë Kosovë. A ky është nipi? Nipi. Mendova mos është djali. Ja këta kena në Fushë Kosovë. Për shkak shkollimit e kemi u dush të toleru me ble banes me që në Fushë Kosovë. Veç për ata shkollimin, çdo kurse njek, më zonë si shembullor të është. Që kjo është më e mira të mirës që i ka plotësuar dëshirat e gjyshrive. Gjyshrit keni qef ju pak, kështë një pa të mbesat. Jo, po është, sa të thash, shkollimi. Por s'ka pas nevoj ku me di sa, se s'ka një me shku me bo shkollim të furt, tash po lypet shkolla. Sa është mundësia, veç a dënë mësë. S'ki shkollë, s'ki kurqë. Dash me qërru njerin, qërra e pa shkollë. Sa mire ke po në vërtet. Kështë shkollimin, e vëzëm ajo. Tash kur shkeputemi e dhezëm bashkë një. Qështë mund të jemë, qështë janë. Banorët, për atë sa kanë betë në këtë fshat, apo i shetin a i here, a shkonit e ta, vinë të ju? Vinë, shkojmë, vinë, qëtu në dile i ki krejtë kësaj. Bohat këtë mbushet, a vinë me qitë flija. Jo flija, po vinë me najtë në ambient qetë, me ikë për qytetit. Që kësë djevë shusë, djevë ardhë në katën. Tash kë, poshimet verore krejt të dojta? Të gjyshe. Të gjyshe. Të gjyshe. A ke i vojzës a i djallit? A i Djallit. djallit. E po, të gjyshe. Ndova mësë është Ja, i vojzës. ja, i gjyshe, I djallit, i po. djallit. Shumë mirë. Tash pas ka më knoq kë poshimet verore. Po, tash 3 mujdet, kena me pas kësaj dhe nga bohizmet. Edhe po, edhe i ndimon gjyshe pak të në Ka kështë. pak. Qështë? Për çka njën banorët e këtij fshati? Vazhdoni me i rujt traditat edhe pse në këtë fshat gjetëm shumë ikpritje. Balloj mendojmë që jemi të i rujtën dhe i dikon. Se lasht i krejt jo, është dhe i dikon po. Pak ka lujt hesopi. Ja, ja, për mikpritjen e kanë normal. Si çdo. Dhe që mu largu për i fshatit po. Sherri shkollimit thash, shkollimi jo nivel. Ata të cilët e kanë braktis fshatin në një të ardhme, qa me ndonë, a ka me u këthy dikosh? Vallaj, mosha, gjenerata e jonja besoj që kanë më këthyje. Shkokët thash veç për shkollimin kanë emigru në qytet. Generata jo të marrë këtë natyrë, mi shiju edhe që ato vite sa ju ka dha Zoti. S'ka tjetër, pa tjetër është. A ka ndonjë fermer këtu në fshat që mban bakti? Majmë ka pak, është një kryesakaki që të kërë këthy të stacion të fushaj, ka një 600 palot të noja. Unë i kam një ljop me një 4 viqa, Sa për nevoja familjare? po nevoja familjare. Djali mi që s'ka mojt, ai fermën e ka pas të viqa, i ka hek që ta është me ndonë me shumë më apet. Qa këshit pas dëshirë me pas në fshat, që e keni kështët nevojshme? Kështu për si Në fshat, fshat me pas, brenda në fshat, përveç transportit, ujësielsi. silë, që ujë sa, Ujësielsi. ujë sa të mirë. Uj ka kështu në përpuse, Po, se cila familje e ka positën, a? po, po është ndryshe kër e ki ujin, Ta onë që të vje prej qeshme, I së kështë pastër po i është. pastër. se buset mund me, për bje shi, mundet më trubulluve më asish, mundet të rishim me shku me ble ujt në E me qytet. pas drisat pastruhet, ata filtruhet, të qka shë me procedura. Shkojnë procedurat gjata. Ju falenderoj shumë për kuhën, ishte shumë knatësi, po e pim na ujnë, hajde onde edhe të pije një gotë, edhe takohemi në pjesën e fundit që na ka mbet e fshatit Grabocie. Për faleminderit edhe njëri, ishte shumë knatësi. Ju falemderit e juve që keni gjetë kohën me dalë, me na vizitu në herë fshatrat. Faleminderit shumë knatësi.
rrugës për të shkolla, pra çdo ditë fëmijët e kalojnë këtë rrugë për me shku në shkollë, është pak pjesë e rrezikshme, është. Bori, therra, koqa, trotuar ju, projnë dëgjut edhe intervistat sa i përket pjesës trotuarit, pra një fshat si Graboci i Epërm, i cili mohet me komunën e Obiliqit, është në komunën e Obiliqit, ishtë dosh me pas pak ma shumë rregull. Sidomos këto fshatrat më përgjithësi kështu, që ka janë shumë ofër qyteteve të mëdhaja, duhet me pas një kujdes, me i rregullu të pakten, edhe çdo fshatra mos me i largu banorët prej fshatrave, pa me i lanë me jetu. Kjo pra është edhe fusha e sportit në gjendje jo të mirë, as koshën e fakt e pas kanë formalitet, po kështu në fakt nuk është. Se vetëm njonin e kanë, tjetër nuk e kanë këtë pjesën ku e hidhin topin, e hudhin, e gjuje topin, e hidhe topin, velar dhe bëje kosh duhet luajnë ta fitosh. Se pas kam harru këtë kongën e femiris. Teme. Ja pra kjo është edhe shkolla, që kanë betë shumë pak në zonca dhe është në prak thuja se të mbylljes. Shkolla fillore e mesme ullt, e cila e mbon emrin Migjeni, pra këtu në fshatin Graboc. Në fakt nga larg o do objekte si me qenë shtëpi, por si që ju premtuam do shkojmë edhe përse ofërmi me po objektin. Ka që nga kjo pjesë, e po kalojmë nga kjo moment në pjesën e fundit e fshatit Graboc i Epërm. Qysh nuk po i shën këtë nëzit, po m'del një person 10 vena. Qash nëzit që është? Jemi në një pjesë të bukur, të veçantë të këtij fshati. Shifeni uren sa e lezetshme që është, përveç të tjera që ja u kanë mundësu rrugtimin, kalimin me shku të shtëpiat e veta. Po m'pëlqen. Deri me tani, punimi ma i bukur edhe ma me vend është kjo ura, se për ndryshe banorët ishin detyru me i kalu këtu gardhiqe, a me mbyll këtë pjesën krejt këtu me qitë diçka ma të vogël, por që ura është shumë e mirë. Jemi të e parë rrjedhjen e ujit, e kam parasysh se është përfuni ura, ani pse nga largë nuk e posh, se është ekstrem nxehtë dhe po më reflekton dielli, por që jeni të e pa pastërti. Ky është lumi, po më besoj është uji i lumit Drenica, pra si që dhe nga tregun banorët, është pa pastërti, e mbizotron kanalizimi, në fakt, gjë që ishdo është me rujt këtë resurs të natyres, për ndryshe është një pjesë shumë e bukur, vise malore gjithandej, hajde 2 sheka, 1.60 me 2, ose 90, ajo është 90 me 2, se është për një person. 90 e kam fjallin është gjërësia dhe gjatësia është 2, po hajde 2 sheka, shpuza, jasteka, këllëfa. Pse bre, pse? A jeni të e po qëfar pomje të bukur ka mune prapa vetës? Pse ajo atje? Për çka? Për çfar arsye? Pse po më bani nervoz? Jo, nuk po më pëlqen. Do të me mbojt bre, do të me mbojt. Shefeni ku i keni shtepit, o burët po i mbondi si mas miri. O burët lulisme, qëndisme, të pakten 2 shekat nuk ishtë doshtë me u hudha të. Jo, e papranueshme, edhe që to e posh. Sa kështë ju livdu, një pjesë që më pëlqej, shumë e fshatit, më del diçka. Jemi fare në fund, na kanë bet edhe pak shtëpi, edhe atje po shkoj me kismet Zotit, edhe po i bitisëm për sot, boll kemo.
Laka, goja më kalu. Kujdes. Edhe një tjetër informacion. Në fakt edhe diçka tjetër po du me thonë që infrastrukturën mas shumë të e kanë dëmtu me peshat e ronda, pra kamionet që gjatë gjithë kohës janë në lëvizje. Sidomos sot I kemi po një 30 kamiona, nuk e di çfarë punë e bojnë, çfarë funksioni ka shkojnë atek, por që e bojnë të veten, e dëmtojnë asfaltin. Qëto trotuari në këtë pjesë përsëri mbeturina, por mirë që po kam ku me ecë. Bori nuk paska, si që është në trotuar tjirë. Fundi fshatit fshatit Graboc I epërm këtu në komunin e Obiliqit. Një pjesë ku ndodhemi për ndryshë quhet edhe guri I plakës. Sipas gojdhenave, kishte qenë një plak para shumë viteve që I ka rujt 10 mu në këtë vend dhe është ngri. E pas plakës mos po ngrihet Dorontina në një katon ose tjetrin. Për të shakos, faleminderit që ishit edhe sot me neve, faleminderit familjeve të mrekullueshme e ne takohemi në fshatin e radhës deri atëherë, mirë mbetçi!